Bukuria e Mata është nëna e Bleona Matës, vajzës 6 vjeçare që 22 maj të vitit 2010 u zhduk në fshatin e saj. Prej 16 vjetësh nëna është duke kërkuar vajzën. Prej 16 vjetësh ka marrë informacione nga më të ndryshmet, i kanë thënë është këtu, është atje, i ka kërkuar para, ka dhënë para dhe nuk e ka gjetur vajzën. Je bindur që vajza është gjallë? Po, Blendi 100%, sepse unë e di që ka qenë një grupi i përgatitur për zhdukjen e Bleonës dhe zemra ime rre fort për Bleon që një ditë do të tërkase dhe do t'ja dëgjoj zërin dhe do t'a përqafoj me madh. Unë jam një nanë dhe shpresa vdes pas vdekjes. Shpresa ime nuk vdes kurrë. Unë ma ndjen zemra se Bleona është dhe jeton diku. Nga drejtësia nuk kanë se besoj shumë. Tani do të vazhdoj. Çfarë kanë thënë? Ku po kërkon? Dhe me thanë, unë jam fort imësisht, dhe me thanë Gjermanisë. Gjermanisë? Po, me të. Ti mendon se është në Gjermani?